Çmimet dhe qirat e banesave në këtë fillim viti në Shkodër kanë shënuar rritje me rreth 5 deri në 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në varësi të zonës dhe gjendjes së pronës, çmimet variojnë nga 800 deri në 1800 euro për metër katror. Sipas agjentëve imobiliar, rritja vazhdueshme e çmimeve ka orientuar kërkesën më shumë drejt zonave periferike. Një apartament ekzistues që ka nevojë për rinovim në periferi qytetit mund të shitet 800-900 euro metër katror, dhe çmimi që është shumë më poshtë se sa një apartament luksi në qendër. Edhe kjo bën që ketë edhe preferenca për njerëzve, sepse Shkodra nuk është qytet shumë i madh. Mund të lëviz për periferin qendër 10 minuta me makinë. Sipas agjentëve të tregut, një ndër arsyet kryesore të rritjes së çmimeve mbetet mospërputhja mes ofertës dhe kërkesës për banesa të reja. Situata është gjithmonë ngritje, le të themi, për sa i përket kërkesës. Kjo si rezultat i një numri kufizuar ndërtimesh. Siç duket, është akord koha që në Shkodër ndërtohet më shumë. Paralelisht me rritjen e çmimeve në Shkodër vihet re edhe një numër i konsiderueshëm banesash të pashfrytzuara. Situata lidhet kryesisht me nivelin e lartë të emigracionit dhe kërkesën relativisht të ulët për qirafa të gjata. Mund të ndoshta 20% e pallateve të cilat ne i shohim që janë me grila të uluna, janë pjesë e kësaj lloji klientele. Pjesa e migrantave që mund ta kenë ble, si më thon, kanë qejf që mos me lëshuar me qira, me majt shtëpinë në gjendje, si më thon, pa banume, sepse ndoshta një ardhme ose gjatë verës që vinë vetë. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat mbi censin 2023, në shkallë qarku në Shkodër rreth 30% e banesave rezultojnë të pashfrytzuara, shumica e tyre në pallate të reja.